Kali i Donald Trump ka qelluar me shkelma Edi Ramon bashkë në festimin e fitores së radhës. Piroja i Surrelit, që kur ishte fëmijë, ka korrur fitore të mëdha me humbje edhe më të mëdha, e gjithmonë ka qëndruar në pushtet duke hutuar edhe heronjtë e hetimeve heterogjene të planetit Tokë. Me një ushtri të vogël dhe 20 tigra, eci në përhistori derisa një kale goditi në vend të keq, edhe pse nuk ka vdekur ende, krushkat Olta, Frida, Klotilda e Lindita, që ditën po këndojnë këngën e bukur të qamilit të vogël për Rexhën, nga fshati Stuboll afër Medvegjës, që e pati vrar Kalin ditën e dasmës, pasi ende Noizi nuk ka bërë një këngë më prekse për Piron e Surrelit, që shpëtoi të paktën me kokë. Por të ndjekim vargjet e krushkave të PS-s. O po vin krushqi të rreth malit, Rexha i nanës ngrasht Kalit. Çau Rexho, çau djalo, çau sokoli nanëso, sot ma dojgje zemrën o. Rama dhe Rexha janë futur bukur në vargje, e përbashkëta e Piros me Rexhën është se të dy u vran nga Kali, të dy në grazht, e veçanta është se Piroja ynë e pati mirë me shumë gra, pretëroi gjatë, ishte i dhunshëm, fitoi shumë betejë dhe humbi më shumë ushtar në paqe se në luftë, duke eklipsuar jo vetëm Rexhën, por edhe Piron e Epirit, trimi njohur gjithandej. Sot në përsakrificat për pushtet të Piros së PS-s, të lara me lote dollar, mbreti më i gjatë dhe më i gjatë i këtij shekulli shtrydh shamin mbi emrat e ministrave, politikanëve, pushtetarëve, biznesmenëve, drogmenëve, vrasësve, piratëve e gangsterëve, buçave e zagarëve, pra miqësisë së tij, qose ja kanë vrarë Ervin Saliani, Belind Kolliçi, Fredi Beleri e Nuredin Dumani, ose ja ka zënë rob Spaku. Sot, Piroja, i shtrirë për të mos u çuar kurrë më, u bë dinak. I lëdhatoi bishtin armiku të padrejtësive Altin Dumanit, një tjetër heroi Alex Sorosit, duke thënë se është luftëtar i mirë, i besuar i tij, se i ka dhënë edhe një shpatë të presmajtas e djathtas, edhe kushti dal përpara apo që po, pasi mbrapa rri ky, më i pabesi që është prej vitit 280 para Krishtit, aty ku ne morëm spirancën e kësaj semantike me dialekt nga fshati ynë, sot me i famshmi në botë për dredhije e hajdutëri. Betejat e rinis nuk i kishte kaq të vështira sa të pleqërisë, Piroja ynë. Aty nga viti 96 i shekullit të kaluar, e ndihmoi mbreti i fatosë i Sirakuzës së Shqipërisë për ta ofruar si monark të kauzës së Ramiz Alis në Ministrinë e Kulturës, si ekspert i ikonave të kontrabandës dhe që i shton parat pa djerë se e pa punë. Nuk e ndau për gjatë pushtetin me fatosin, por e vrau politikisht, i mori partinë dhe sot është sundimtar i vetëm. Shekuj më parë, aty nga viti 17 i pas 2000-shit, kur e uroi për fitoren e dytë agjenti i FBI-s Charles McGonigal, Piroja u përgjigj se edhe një fitore si kjo dhe unë nuk do të kthehem më tek Alex Soros, që ato kohë në mitologjinë e diplomacisë, është shpreha e famshme si fitoria e Piros, por amasa do të luash me fjalët Piro pa Rom nuk paska. Tani që Piroja nuk duket se do e mbaj përgjatë pushtimin, se Kali amerikane ka qelluar në vend të keq, syti ka nga Italia ku një za në malin Mont Blanc këndon melodi amerikane sa po të shmend gjithë dynjan. Vdekja por ringjallja e Piros është në riskun e fundit të Giorgia Melonit. A do të mundet ajo të rivendos marrëveshje me sajdutit të Tiranës dhe Washingtonit, apo do të thellohen mosmarrëveshjet e pastaj të shkruajnë pas ca ditësh fitore si ajo e Bablokut, mos ardhshin kurrë më.